Për ta cituar sakt dhe drejta të çfarë ka thënë, ai kur u ankua Dashefci për armatosin e Kosovës, shtoi se kjo gjë nuk mund të shihet si neutrale. Kujt i bëri thirrje? Kur se ne po bisedojmë se njerë kemi të dërguar të cilët i përcjellin dhe i shohin gjërat nga afër. Po, sepse sulmi është mbrojtja më e mirë e tij. Ashtu në poshtë. Kur ti furnizohesh me armatim pe aleatit përjetshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pe partnerëve strategjik në NATO, me licencat NATO-s, dhe vjen thot pse kur dihet fare mirë se edhe marrëveshja që është bërë është dalë dhe me thanën publike mes Kroacisë, Shtetit Tomë dhe Republikës Kosovës, kur ka thënë se është vetëm bashkëpunim për mbrojtje dhe vetëm për mbrojtje. Këtë e din ky fare mirë, por e din edhe shefi i tij dhe gjithë establishmenti që është 17 vite. Andaj, kur thuhet që është për mbrojtje dhe nuk e ke asnjë vërejtje nga bashkësia ndërkombëtare, unë e shoh këtë sikur sulm për ta mbrojtur vetveten, duke pas parasysh që për 1 minutë do ta shpjegoj. Këta janë armatosë, do me thonë, vetëm për 90 po flasë, dhe asgjë më shumë se kaq. Në 11 ditë që në famshëm Sloveni, generali shumë famkeq Blagoje Agjis, ka tentuar, diçka ka dështuar me Janez Janshën, por të gjithë armatimin e ka mbledh. Ai kur ka zbrit poshtë në Kroaci, ata kanë krijuar edhe një republikë të Krajinës serbe me Milan Martićin famkeq. Kanë bri deri në Kutin afër Zagrebit dhe pastaj kanë marrë gjysmën e Slavonisë, por tër armatimin e kanë tërhekur për në Serbi. Pastaj ka ndodhur gjenocidi, ka ndodhur Potocari, ka ndodhur Srebrenica, para mendoni se çka ka ndodhur. Kanë vdekur 350.000 njerëz. Ka tentuar diçka në Maqedoni, por ja zhdërvillësia e Vasit Tuporkovskit dhe Kliro Gligorov e nxjerri, domethënë, Maqedoninë dhe ku kapitulloi me gjithë atë armatim. Ai armatim nuk ka lidhje që janë edhe tenkat i ka Demodej ose diçka të vjetër ose 3. Ky e ka atë armatim. Dhe ku dështoj me atë armatim? Dështoj me 12 qershor të vitit 1999 Republikën e Kosovës, sepse NATO ndërhyri. Dhe tash në vitin 2026 me ndërlidh. Kush po e furnizon Republikën e Kosovës? Po NATO, me jemi me standardet NATO-s, ushtria, policia, AKI-a, pe kujt shkollohet, po pe partnerëve strategjik. Pra kjo dim fare mirë se çka po ndodh. Mirë po, propaganda është shkollë e tyre, dhe ta përsëris edhe njerë sepse nuk do t'je monoton. Jam i bindun që nuk do t'je monoton. Këta e krijojnë, do me thonë gënjeshtrën, i besojnë gënjeshtrës dhe pastaj e plasojnë gënjeshtrën për publikun gjithmonë për çështjet tyre të brendshme ose për ndonjë viktimizim, sepse ju ka ardhur koha që ata që kanë bërë bajnskën, si që thanë të nderuarit, duhet të dorëzohen. Dhe kjo është përgjegjësi e madhe për ta. A i blejnë gënjeshtrat e tyre ndërkombëtarët? Shiko, marrëdhëniet ndërkombëtare zhvillohen më tepër përmes interesave, sesa përmes diskurseve publike. Diskursi publik, kamerat, mediat synojnë popullatën më tepër se sa njerëz të informuar, sepse një njeri që pranon informacione nga burime kredibile, ti mund ta gënjesh të tëntosh ta gënjesh gjërë tër ditën, por besueshmëria do të jetë zero. Por këta synojnë publikun, do të thonë, sepse shumë media, shumë shtete mund ta përcjellin një ngjarje si kjo dhe krijojnë idenë që Serbia është shtet miqësor dhe i ka ulur armët, dëshiron paqen në Ballkanet e tjera. Është interesant kjo që këta vazhdojnë të armatosin, ndërkohë që Kosova nuk armatoset. Çka thotë kjo për Kosovën? Jo, kjo është kundërshtimi i plot i narrativës së tij që e ka dhënë edhe i narrativës zyrtare të Serbisë që e ka dhënë atje. Dhe po thonin se më mirë do ishte sikurse këtë ta kthente aty por aty. Atë e thash, po ndihmojmë zbërthimin e dezinformimit të tij. Më shumë luftëtar për Kosovën ka stërvitur dhe ka armatosur Shqipëria dhe një pjesë e madhe e oficerëve të kohës e Enver Hoxhës që nuk kanë qenë në shërbim të rregullt, nga viti 97 deri në vitin 99, sesa që ka stërvitur dhe ka armatosur vetë Kosova për 26 vite. Dhe kjo tregon
që ne nuk kemi doktrinë sulmuese. Se po të kishim ne doktrinë sulmuese, forca jonë do t'i kishte të paktën 200 deri në 300.000 luftëtarë dhe do t'i kishte edhe 200.000 ose 300.000 të tjerë në rezervë, të stërvitur, të armatosur, të mira